Qytetarët e Kosovës po votojnë këtë të diel për të zgjedhur parlamentin. Procesi deri tani është i qetë, pjesëmarrje lart nga serbët në veri të vendit. Kryeministri Edi Rama flet për hetimin e prokurorisë së posaçme ndaj shoqërisë së informacionit. Akuzat janë të hatashme, por duhet pritur fjala e drejtësisë. Shqipëria synon të mbyllë të gjithë kapituj brenda 2027-s, por sfida më e madhe për vendin mbetet zbatimi i legjislacionit të përafruar me Bashkimin Evropian. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Qytetarët e Kosovës janë drejtuar kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre për parlamentin, edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme të kësaj të diele është vënë re votimi kolektiv i serbëve në veri. Procesi deri tani është i qetë, ndërsa liderët e partive politike kanë bërë thirrje për pjesëmarrje. Në Kosovë po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare për herë të dytë brenda këtij viti. Qytetarët ju drejtuan kutive të votimit pas dështimit për formimin e qeverisë nga legjislatura e dalë nga zgjedhjet e mëparshme. Në garë janë gjithsej 24 subjekte politike, përfshirë 18 parti politike, 3 koalicione parazgjedhore, 2 iniciative qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Procesi nisi në orën 7 të mëngjesit, ndërsa pjesëmarrja e votuesve deri në orën 13 ishte 17.84%. Kryetari i KQZ-së së Kosovës raportoi disa problematika në qendrat e votimit. Janë raportuar problemet me mungesë të energjisë elektrike në 6 qendra votimit, që i takojnë 6 komunave: Istok, Ferizaj, Viti, Rahovec, Graçanic dhe Gjilan. Po ashtu kemi pranuar njoftim nga komuna e Rahovecit, ku në qendrat të votimit është vërejtur se flet votimet kanë shenja të dukshme në numra. Në Mitrovicën e Veriut është vërejtur një organizim për të shkuar drejt të qendrave të votimit, një praktikë jo e zakonshme tashmë në këtë komunë me shumicë serbe. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, tha se shpreson që këto zgjedhje të rezultojnë me krijim sa më të shpejtë të institucioneve. Menjëherë pasi të përfundoj ky proces zgjedhor, jam e bindur që të gjitha partitë politike do të gjejnë një rrugë përpara në mënyrë që të kemi institucione funksionale, stabile dhe me legjitimitet të plotë, të cilat do të marrin vendime në të mirë të qytetarëve. Krerët e subjekteve politike si Albin Kurti Vetvendosjes, Bedri Hamza i PDK-s dhe Lumira Abdiçiku i LDK-s bën thirrje për pjesëmarrje në votime. Jemi sot në zgjedhjet e parakohshme pikërisht pse u refuzua koalicioni. Andaj të duhej që të kemi rezultat të qartë kësaj radhe, me qenë se shansa për koalicion iku pa fajin tonë. Uroj që qytetarët e Kosovës në këtë ditë rëndësishme që përcakton fatin e 4 viteve të ardhshme tyre, të zgjedhin për zhvillim, për stabilitet, për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës, e të largohen nga zymësia, bllokada, përçarja që na ka shoqëruar në këto vite. Unë i ftoj gjithë qytetarët e Kosovës që të votojnë sipas bindjeve tyre të lira, sipas vullnetit tyre, dhe jam i bindur që kjo do të jetë një ditë e qetë, një ditë e mirë, ku qytetarët e Kosovës do të votojnë në mënyrë demokratike. Pavarësisht se lëvizja Vetvendosje doli e para në zgjedhjet e shkurtit, mungesa e shumicës parlamentare dhe pamundësia për ndërtimin e koalicioneve çuan në krizë institucionale, duke e bërë të pashmangshëm shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Këto zgjedhje karakterizohen edhe nga një fushat jashtëzakonisht të shkurtër, vetëm 10 ditë, e cila u zhvillua në një klimë intensive politike, me fokus të madh në ekonominë, standardin e jetesës, integrimin euroatlantik dhe stabilitetin institucional. Procesi po monitorohet nga Policia e Kosovës dhe vëzhgues ndërkombëtar, ndërsa rezultatet e para priten para orës 20. Në kulmin e debateve që ka shkaktuar hetimin ndaj Akshit, kryeministri Edi Rama ka mbrojtur institucionin duke thënë se ka udhëhequr revolucionin digjital. Ai ka quajtur të hatashme akuzat e SPAK, por është shprehur se duhet pritur fjala e gjykatës. Rama ka përsëritur se merita për pavarësinë e drejtësisë i takon atij dhe Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama ka thyer heshtjen sa i përket hetimeve të prokurorisë së posaçme ndaj Akshit, ku e përfshirë është dhe drejtuesja e institucionit Mirlinda Karçanaj. Në podcastin e tij flasim, kreu i qeverisë i cilësoi akuzat të hatashme. Megjithatë, u shpreh se duhet pritur më parë fjala e drejtësisë. E di që sot Akshi përballet me një hetim nga SPAK-u për përdorimin
e fondeve dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia. Sipas Ramës, pretendimet e kundërshtarëve politik dhe jo vetëm nuk mund të zhbëjnë progresin e bërë nga Akshi. Shërbimet publike online, angazhimin digital të qytetarëve dhe faktorët mundësues institucionale ligjor dhe pa diskutim që nuk justifikon absolutisht asnjë shkelje të ligjit që pretendohet se ka ndodhur në aktivitetin e Akshit, gjë që mund na thot vetëm procesi gjyqësor. Por nga ana tjetër e gjithë zhurma histerike e 700 tenxhereve të çorbës politike mediatike nuk e zhbën dot rezultatin fantastik të Shqipërisë në këtë fushë. Madje theksoi se vendi ynë është vlerësuar dhe nga ndërkombëtarët, sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe jo vetëm. Shqipëria 700 tenxhereve politike, mediatike dhe histerike nuk e mund dhe nuk e përul dot as në moralin e luftës kundër korrupsionit, Shqipërinë e reformës në drejtësi, Shqipërinë e pavarësimit drejtësisë nga pushteti politik, Shqipërinë e qeverisur nga forca e pasionit dhe vullnetit shtetë ndërtues, ku për herë të parë në histori. Më 23 dhjetor, Karçanaj dha dorëheqjen nga posti, duke ja deleguar kompetencat vartëse së saj, Romina Kostani. Ajo është marrë pa ndehur nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion për abuzime me tenderat e agjencisë që drejton. Shqipëria synon të mbyllë të gjithë kapitujt e negociatave brenda vitit 2027 me qëllim realizimin e objektivit të antarësimit deri në 2030. Por zëvendës ministri i drejtësisë Tedi Dobi thot për Vision Plus se një nga sfidat më të mëdha është zbatimi i legjislacionit të parafruar me atë të Bashkimit Evropian. Qeveria shprehet optimiste se gjatë këtij viti do të nisë dhe mbyllja e kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian. Për Vision Plus, zëvendës ministri i drejtësisë Tedi Dobi thekson se procesi përputhjes së ligjeve shqiptare me ato të Unionit vijon, por sinjalet e marra nga Brukseli zyrtar tregojnë qartë se drita jeshile për vendin tonë është dhënë. Është një proces shumë intensiv, ku ne kemi arritur të bëjmë raportime të shpeshta me Bashkimin Evropian për treguar gjithë arritjet tona. Është më shumë se 4500 faqe dokumentacionesh, raportesh, vlerësimesh, të dhëna statistikore që janë mbledhur gjatë kësaj periudhe, janë ndarë me Bashkimin Evropian dhe po ecim me një ritëm që besoj do ta tregojë dhe veten ditët dhe javët e para të vitit 2026 me arritje siç është tejkalimi i fazës tani shpejtë pikë ndërmjetme dhe fillimi i mbylljes së kapitujve të ndryshëm për të shkuar në atë që është objektivi ynë së bashku me partnerët evropianë dhe Komisionin. Brenda 2027-s mbyllja e të tërë procesit negociate teknike dhe brenda 2030-s mbyllja e procesit dhe aderimi i Shqipërisë në BE. Numri 2 i Ministrisë së Drejtësisë shpjegon se sfida e vërtet nuk është vetëm parafrimi i legjislacionit të vendit tonë me atë të Bashkimit Evropian, por zbatimi i tyre në terren. E tërë korpusi, e tërë drejta europiane është jo pak po 350.000 faqe, është goxha element i madh, dhe një element shumë i rëndësishëm në fazën që jemi tashmë është jo vetëm marrja dhe trupëzimi i legislacionit, por realisht kthimi në akte të cilat mund të jenë të zbatueshme për kontekstin shqiptar, për personat, për subjekte, për të tërë. Zëvendës ministër Dobi sqaron gjithashtu për gjendjen e sistemit të drejtësisë, duke theksuar se po punohet për të mbyllur boshllëqet e vakancave që ka lënë procesi i vettingut. Dhe në nivelin e ekspertizës më të mirë europiane dhe të Këshillit të Evropës përmjet CEPESH-it, që është Komisioni Evropian për Eficiencën në Drejtësi, dhe në bashkëpunim me organet e pavarura dhe përgjegjëse për menaxhimin e sistemit gjyqësor të prokurorisë, pra prokurorin e përgjithshëm, KLP-n dhe sidomos Këshillin e Lartë Gjyqësor, KLG-n, për rritje e numrit të kandidatëve gjyqtar dhe prokuror, duke pas vetëm vitin e fundit 46 gjyqtar të rinj që janë shtuar sistemit pas kalimit të tërë fazave të shkollës magistraturës, që realisht plotësojnë shumë nga vakancat. Ministria e Drejtësisë aktualisht po punon dhe sa i përket kodit të ri penal. Megjithatë, ky proces është ende në fazën e konsultimeve me aktorët ndërkombëtar dhe shoqërinë civile. Drafti është publikuar tashmë, por produkti final kërkon ende kohë. Prej disa ditësh, inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë ndërmarrë kontrolle në tregje, në fokus është garantimi i sigurisë së produkteve që blen qytetarët, ndërkohë sa i takon çmimeve në Elbasan vëre rënje e fuqisë blerëse.
Teksa nata e ndërrimit të viteve po afrohet dhe të gjithë janë duke u përgatitur për tryezën festive, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Elbasan gjatë kësaj periudhe po kryen inspektime të imtësishme në subjekte të ndryshme duke ndëshkuar me masë administrative të gjitha ato subjekte të gjetura në shkelje. Jemi duke u marrë dhe duke punuar edhe me pjesën e denoncime që na vijnë nga qytetarët, siç kemi pasur rastin e fundit në Gramsh, ku janë inspektuar 10 subjekte, nga të cilët 2 kanë qenë me problematika, falë denoncimit të qytetarëve. Ajo çfarë duhet të theksoj, në këto 2 subjekte tregtohej mish i pa volosur dhe i pa certifikuar nga mjeku veterinar, u mor masa e konfiskimit të produktit dhe masa administrative e gjopë për të 2 subjekte. Edhe pse këtë vit nuk ka arritje të çmimeve të produkteve bazë për një pjesë të shoqërisë, jo të gjitha ushqimet janë të përballueshme. Për pensionistët, tryeza e ndërrimit të viteve do të jetë më e varfër, pasi nuk kanë mundësi të blejnë as gjelin e detit. Profitojnë të festot dhe ja fusin të 2.000 lekë linë për shembull. Ndërkohë në tregun e shpendëve në Elbasan, tregtarët thonë se çmimi i gjelit të detit ka pësuar rënje, por sërish shitjet nuk janë në pritshmëritë e tyre. Ma keq se çdo vit tjetër po hetën si vjet. Po tash njerëzit kanë ikur, lekë s'kan, me 7.000 lekë kilen. Nuk mbulon shpenzimet e veta, po flasim me veten tonë. Do jetë e funi që mbajmë gjelat. Që pikë sabat, edhe si kam shit akoma. I kërkojmë 10, pa ata si marrën mes me 8. Ma lekë të misë, po gjatë tjetër fitim ju. Unë traktoj 8, gjelin edhe 10 rikën. Autoriteti i bën thirrje qytetarëve që të bëjnë blerje në subjekte të licencuara dhe të shmangin tregtarët ambulant. Uniformat blu kanë shtuar kontrollet për lëndët piroteknike. Në qytetin e Sarandës janë sekuestruar një sasi e konsiderueshme fishek zjarresh dhe kapsollash. Tregtarët që i shisin ato fshetas janë proceduar penalisht. Policia sekuestroi më shumë se 1.000 lëndë piroteknike që shiteshin në mënyrë të paligjshme. Kontrollet u ushtruan në qytetin e Sarandës, teksa uniformat blu njoftuan zyrtarisht se kanë sekuestruar 982 fishek zjarr dhe 250 kuti me kapsolla. Të proceduar penalisht përfunduan edhe pronarët e subjekteve tregtare, 26 dhe 55 vjeç. Aksioni është pjesë e masave për parandalimin dhe goditjen e tregtimit të jashtëligjshëm të lëndëve piroteknike gjatë festave të fundvitit. Edhe të shtunën, policia e Vlorës sekuestroi 179 lëndë piroteknike që u gjendën në një biznes në qytetin bregdetar, ndërsa në hetim u vendos një shitse 31 vjeçare. Të gjesh një vend në hotele apo bujtina në Korçë për të kaluar ndërrimin e viteve, tashmë është thuajse e pamundur. Prenotimet janë mbyllur prej kohësh, ndërsa numri i turistëve të huaj që kanë zgjedhur këtë qytet është rritur shumë. Prej datës 25 dhjetor e deri në datën 4 janar, Korça është kryeqyteti i festave në Shqipëri dhe këtë e vërtetojnë shifrat e sektorit në hoteleri turizëm. Mbi 98% e hoteleve në Korçë, Voskopoj, Dardh, Boboshtic, Vidhkuq dhe fshatrat të tjerë turistik janë të rezervuar, ndërsa sipas platformës Booking janë mbi 6.000 shtretër të cilët janë prenotuar për këto data. Nga ana tjetër, trafiku është rënduar në juglindje si pasojë edhe rikthimit të emigrantëve të cilët jetojnë e punojnë në Greqi. Bashkia e Korçës ka organizuar aktivitete kulturore dhe artistike për gjatë muajit dhjetor, duke sjellë evenimente cilësore në teatrin Anton Zako Çajupi, si orkestra simfonike, muzikali Katedralja, kori a cappella, kori lira dhe në fund duke e finalizuar me spektaklin e fishek zjarreve në qendër të qytetit. Burime jo zyrtare pranë Bashkisë Korçë bëjnë me dije se me një përllogëritje mesatare, Korça çdo ditë mirëpret rreth 4.000 vizitorë. Me ardhjen e festave të fundvitit është rritur edhe fluksi në pikat kufitare me vendet fshinje. Përfaqësues të policisë së shtetit kanë inspektuar pikën e kalimit kufitar në Kakavi për menaxhimin e situatës gjatë këtyre ditëve. Policia shqiptare ka bashkëpunuar me atë greke për shmangjen e radhëve, garantimin e rendit dhe lehtësimin e kalimit kufitar. Pritet që fluksi i hyrjeve nga pikat e kalimit kufitar me Greqinë të jetë edhe më i lartë gjatë 2 ditëve në vijim.
Vendosja e çmimeve të referencës në dogana për mallrat konsiderohet e gabuar nga ekspertët, ata thonë se cënohet parimi i ekonomisë së tregut, ndërsa në fund kostot t'i paguajnë qytetarët. Qeveria ka ndryshuar rregullat për mënyrën se si dogana do të llogarisin vlerën e mallrave dhe automjeteve që futen në Shqipëri. Sipas Ministrisë së Financave, synohet që doganat të përdorin burime të përditësuara ndërkombëtare për çmimet e karburanteve, metaleve, ushqimeve dhe automjeteve, me qëllim shmangjen e deklarimeve me vlera më të ulta se ato reale. Megjithatë, kjo pritet të sjellë një kosto më të lartë për xhepat e qytetarëve. Ministria e Financave ka parimëruar sidomos për automjetet e përdorura, më pak se 10 vite që importojnë në Shqipëri, sidomos nga vendet e BE-s. Këtu duhet parë edhe këtu çështja, sepse jam dakord që të kemi çmime reference për se përket automjetet e përdorura nga revistat më prestigjioze siç është Quattro Ruote në Itali e kështu me radhë. Por, nga ana tjetër, do të ishte mirë që të kishim një transparencë më të madhe. Vendosja e çmimeve të referencës patjetër që cënon drejt për drejt parimin bazë të ekonomisë së tregut dhe të tretës kontraktore. Pra, çmimi përcaktohet nga palët dhe jo nga administrata. Kur kontrata ndërkombëtare ka çmim të fiksuar, ndërhyrja e doganës nuk është se ndryshon kontratën, por shtrembëron zbatimin e saj, duke rritur virtualisht edhe barrën fiskale, të cilët është barrë që bie tek klienti final, tek personat fizik dhe shfaqëlloj në shtetet si shqiptare. Sipas ekspertëve, këto ndryshime mund të cënojnë drejt për drejt kontratat që importuesit shqiptar kanë nënshkruar me furnitorët e tyre, duke sjellë çrregullime në treg. Nuk mundet që të pak ditë para vitit të ri të themi tani do i rrisim taksat dhe si pasojë të ndryshojmë gjithë ato që janë përqesit e tregut dhe të havim një pak probleme për importuesit e automjeteve. Dhe nga ana tjetër të shikojmë të ndërtojmë edhe në këtë sens një periudhë 2-3 vjeçare ku njerëzit të jenë të përditësuar në raport me vendimet tatimore. Edhe pse kanë çmime të negociuara dhe të firmosura dhe kontrata të firmosura me klientët e tyre, me furnitorët e tyre, patjetër që furnitori huaj nuk ka ndikim, por ndikimi është që ngarkohet detyrimisht çmimi final e cili do të dalë në treg. Dhe absolutisht diferenca nuk është se i faturohet furnitorit, por është një kosto që shkakohet direkt tek të themi blerësi final tek klienti shqiptar. Çmimet e referencës vendosen në një kohë kur Shqipëria po rrit gjithnjë më shumë varësi nga importet, çka e bën ndikimin e këtyre ndryshimeve edhe më të ndjeshme për tregun vendas. Një 42 vjeçar u vun në pranga pasi refuzoi të përgjigjej thirrjes së policisë për të liruar rrugën që kishte bllokuar në fshatin Hajmel në Shkodër. Jo vetëm që kundërshtoi uniformat blu, por 42 vjeçari pasi u kontrollua fizikisht, rezultoi se kishte me vete edhe lëndë narkotike të llojit cannabis sativa. Ndërkaq, gjatë kontrollit në shtëpi, policia i gjeti atij edhe një sasi municioni luftarak. Numri i fëmijëve që paraqesin probleme me shëndetin oral në Shqipëri ka ardhur duke u rritur. Mjekët stomatolog shprehen se shkaqe kryesore janë mungesa e higjienës dhe stili të ushqyerit. Ata apelojnë që prindërit të mos neglizhojnë kontrollet për të vegjëlit. Thuajse 1 në 2 fëmijë të moshës 1 deri 9 vjeç kanë dhëmë të prishur. Këto janë disa nga të dhënat e publikuara nga OBSH, e cila thekson se në Shqipëri rreth 48.6% e fëmijëve vuajnë nga kariesi dentar, shifër kjo mbi mesataren europiane. Mjekët stomatolog rendisin disa nga faktorët kryesor të cilët ndikojnë në këtë problematikë. Problematika që na çojnë në prishjen e dhëmbëve janë mënyrat e ushqyerit, higjiena, kontrollet periodike që duhet të bëhen por nganjëherë neglizhohen tek mjeku stomatolog. Vizita e parë që duhet i kryhet fëmijës, e cila nis që në moshën 1 vjeçare, por që anashkalohet duke pritur jo dalja e dhëmbit, jo presim edhe një çik, më pas nisin fobit tek fëmijët, mos prezantimi i fëmijës me mjekun stomatolog, çon që mos kemi një lidhje konkrete mjek-pacient. Sipas bluzave të bardha, kontrollet periodike, mos konsumimi i produkteve me sheqer dhe larja 2 herë në ditë mund të parandalojnë këto problematika. Kontrollet periodike duhet të jenë çdo 6 muaj.
tek mjeku stomatolog, ato duhet të jenë të përhershme. Vizita e parë si që cekëm edhe më përpara duhet të zhvillohet që në moshën 1 vjeçare dhe pastaj çdo 6 muaj kontrollet periodike. Largimi i ëmbëlsirave, sheqereve, pijeve të gazuara tek fëmijët, konsumimi i ujit. Uji është miku numër 1 i dhëmbit. Larja 2 herë në ditë, por sidomos para gjumit të jetë e detyrueshme, të kthehet në rutinë definitive dhe shumë e rëndësishme. Sipas OBSH, Shqipëria renditet e 4-ta në Europë pas Bosnjës, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut për numrin e lartë të fëmijëve që kanë probleme dentare. Megjithatë, problemet e shëndetit oral mbeten të pranishme edhe tek të rriturit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Falem për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.